Këshilli i Lartë i Prokurorisë aprovoi kërkesën e kryeprokurorit të SPAK Klodian Braho, i cili me një shkresë të konsideruar të klasifikuar kërkoi marrjen e masave për ruajtjen e prokurorit të posaçëm Altin Dumani. Vendimi u dha nga një komision i posaçëm në KLP dhe për këtë mbrojtje të ish shefit të SPAK janë renditur të dhëna që kanë lidhje me rrezikimin e tij për shkak të dosjeve që ka hetuar dhe ka firmosur për to. Aktualisht për shkak të detyrave që mbajnë këtë ruajtje, shefi i SPAK Klodian Braho dhe shefi i gjykatës antikorrupsion Erion Bani, por në ruajtjen janë edhe gjyqtar e prokuror të posaçëm për çështje që kanë nënhetim dhe shqyrtim, një ndër ta edhe gjyqtarja Irena Gjoka, prokuroria Doloreza Musabelliu, Adnan Xholi, Dritan Prençi, Vladimir Mara dhe të tjerë. Për shkak të detyrës që mbante, Altin Dumani ishte në ruajtje të rrept deri në fund të mandatit të tij 3 vjeçar si kryeprokuror i posaçëm. Ruajtja e prokurorit vijon tashmë edhe me mbylljen e kësaj detyre dhe marrjen e drejtimit të drejtorisë juridiksionale.